Për të parë podcastin Rënon Ndryshe, mjafton të bëni subscribe në kanalin tim Enginasto në YouTube. Ky podcast mundsohet nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Shtëpia e Lodreve, Blue Taxi, Dulo Dent Clinic, Eye Hospital Tirana, Enor Technologies, Euralp. Ta i herë mas pajle ma thot të qovem gjithë sa ke roli. Si kontaktojmë një moment dytë. They never call me back. Është sfida jonë, është personale. Si është për ty të fluturosh? Ti të godit me të, s'ke fluturosh kur. Miq të podcastit, përshëndetje. Për mua është një kënaqësi shumë e madhe të ndodhem në ambientet e Universitetit Mesdhetar, në një bashkëlëvizje, në një bashkëidejim të personazheve me aftësi të kufizuar, për të sjellë një risi në këtë epokë që jetojmë sot, ku shumë njerëz zgjedhin të kenë një kanal të tyre të komunikimit publik, të ftojnë personazhe nga bota e biznesit, e spektakleve, showbizit dhe të flasin për jetën dhe për realitetet e tyre. Në këtë podcast ka një ndryshim dhe një veçanësi nga të tjerët. Këtu do të kemi njerëz që do të rrëfejnë histori, realitete, zëra që frymëzojnë, njerëz që aftësinë e tyre nuk e masin me kufizimin, por me potencialin që ata kanë. Dhe kam shumë kënaqësi sot që gjithë këtë sezon ne ta nisim me një personazh shumë të veçantë për mua, Agustina Ramadhi. Të falenderoj shumë që zgjodhe të jesh i ftuar i parë zyrtar në këtë sezon, dhe për mua është një emocion dhe një mbres shumë e veçantë të kem përballë dhe të flasim pak a shumë për jetën tënde, për problematikat e aftësisë kufizuar, por ajo çfarë do jetë e veçantë në këtë ide podcasti nuk është që ne t'i prezantojmë personazhet me aftësi të kufizuar si njerëz që janë subjekte të viktimizimit shoqëror, por njerëz të cilët janë asete potenciale në jetë familjare, në jetë profesionale, dhe besoj që ti mund të jesh modeli më i mirë ndër të tjerët. Spaj të falenderoj shumë për ftesën. Normalisht është privilegj të jesh ndër të ftuarit i pari në rastin konkret, dhe patjetër ju uroj shumë suksese për këtë nisëm shumë të bukur. Si të erdhi kjo ide podcastit? Mendove në një moment parë që është një podcast i zakonshëm si gjithë këta të tjerët, çfarë do bëjë Engji ndryshe nga këta të tjerët? Të thënë të drejtën, duke pas parasysh se sa zhargon janë bë podcastet e sotshme, për faktin që ato trajtojnë tema shumë klishe, nuk është se ja kanë vënë ndonjëherë syrin ose mendjen podcasteve të veçantë, për sa i përket trajtimit të temave që ata kanë. Në rastin konkret, sapo me the podcastar, po ky do të jetë ndryshe. Se jam i sigurt. Do të thënë ngacmove nga titulli Rënon Ndryshe. Të drejtën ngacmova patjetër nga profili juaj, pastaj edhe nga titulli që kishte podcasti. E dija shumë mirë që ishte një podcast jo i zakonshëm, jo nga këto trendi që janë për ditë në YouTube dhe bëjnë ka 3 episode në ditë, thjesht me mush program po themi. Me patjetër ishte fillim fare ishte një pikë pyetje që okay, çfarë do jetë, si do jetë, por më pas kur zbulova me te ishte patjetër një automatike, një po automatike që duhet marrë pjesë, është kënaqësi. Edhe për mua është vërtet kënaqësi të kem këtu. Agustin, ti ke përfunduar studimet për shkenca politike, apo jo? Në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, një fakultet në cilën dhe unë në fakt vetë kam përfunduar studimet asaj kohe. Çfarë të bëri që në ciklin e dytë të studimeve master ti të kanalizoshe tek Universiteti Mesdhetar? Domethënë, ose cila ishte arsye kryesore që të diktoi këtë zgjedhje? Në fakt Universiteti Mesdhetar ka qenë në mendjen time që prej fillimit bachelor, por për arsye të ndryshme zgjodha të vazhdoj tek Fakulteti i Shkencave Sociale, ndërsa për sa i përket studimeve master vendosa Mesdhetarin të drejtën sepse i vetmi universiteti ishte ky që më ofronte atë çfarë unë kërkoja për një studim sa më komfort, patjetër edhe sa më të aksesueshëm. Duke pasur parasysh që limitet fizike që unë kam, një master që unë kërkoja në marrëdhënie ndërkombëtare, siç është ai që kam përfunduar, e gjeja vetëm tek universitet. Patjetër ishte no-brainer, si i themi, zgjidhja ishte padyshim të Mesdhetarit.
ishte një zgjedhje e diktuar nga fakti i infrastrukturës së përshtatur, ndoshta këtë gjë ti nuk e ke arritur ta gjesh tek universitetet e tjera, pra si thua, arsyeja kryesore ishte pjesa e infrastrukturës, fakti që universiteti ofron akses të plot në shërbime arsimore universitare dhe për personat me aftësi të kufizuar. Po, në fakt, thelbësoria kjo ka qenë pjesa e aksesit, po pastaj, për të mos u ngelur pas, ishte edhe pjesa e afrimitetit që stafi kishte. Në momentin e parë që tregova interesim, ato ishin shumë mikpritës patjetër, edhe me çdo facilitet të gatshëm për ta frekuentuar si universitet. E si ishte kjo ndjesia tani që u riktheve? Në fakt ishte lezetshëm sepse pjesa e studimit master është, nuk e di më ata që kanë përfunduar e dinë shumë mirë që të studiuarit e një masteri, qoftë shkencor apo profesional, është një lloj metode tjetër studimi, përveç asaj të bachelor që ti je në klasë, mban shënime të tjera. Nuk po them që s'mban shënime master, nuk kuptoni, po është ndryshe. Ta sqarojmë këtë për gjithë studentët. Do të mbani shënime patjetër. Do japim këshilla sa më korrekte. Patjetër. Po ideja është se është më chill, është më relaksuese. Ke më afrimitet me stafin, me pedagogët. Nuk keni më në një hierarki, le të themi, vertikale, je më shumë në horizontal në pjesën e komunikimit. I ke më shumë si miq, si kolegë, le të themi, dhe janë më shumë si tutor, le të themi, të asaj që do ti të bësh më tej. Kështu që patjetër ishte një eksperiencë në vetëm. Agustin, unë të kam njohur gjithmonë se ai djali tipik shkodran që ka një batut në çdo bisedë, që arrin të menaxhosh shumë mirë situatat, një djalë që merr me shumë fleksibilitet çdo lloj situate vështirësie, ndoshta edhe vetë jeta, në tërësi na mëson dhe na edukon përgjatë rrugtimit tonë se si duhet i qasemi vështirësive. Këtë lloj qetësie që ty të karakterizon, që e ke pjesë të karakterit tënd, për atë çfarë unë kam arritur të njoh dhe të kuptoj nga ty. Si ke arritur të menaxhosh situata ku ndodhin që njerëzit të bëjnë dhe pyetje jo etike, që lidhen me pjesën edhe të aftësisë ndryshe që ti ke? Në fakt, s'pari doja të filloj tek pjesa e përkufizimit, pyetje, le të themi nuk do i quaja jo etike, sepse mbase mungojnë tek pjesa e etikës përgjithshme, por në rastin konkret mund të jenë pyetje shumë të drejtuara nga kurioziteti, po thoya. Për shembull, ka raste kur njerëzit thjesht më pyesin, pse nuk ecën, çfarë problemi ke, ose ke pasur aksident, ose çfarë ka ndodhur. Thjesht duan të dinë. Pra, okay, dikush tjetër mund t'i quajë jo etike sepse e shohin në atë kontekstin që se e pyet, s'të vjen keq që e pyet. Po në rastin personal e quaj thjesht janë kurioz. Edhe shumica e rasteve madje një batutë përbashkët që ne kemi, më pyesin si është që ti nuk ecën, si e përjeton. Unë nga që nuk kam ecur kur, kam kaluar polimedit kur më qenë 2 javësh, pra, s'kam eksperiencuar, s'kam bërë kur veten të hecë, domethënë. Thjesht kundër përgjigjem me një pyetje, si është për ty të fluturosh? Ti nuk e di domethënë, s'ke fluturuar kur, me krahët e tu nuk e fluturuar, kështu që si është dhe një farë forme ata ngelen shtangur që nuk e di, po njësoj edhe për mua, nuk e di, I don't miss it, nuk më mungon, sepse nuk e kam përjetuar, nuk po them që s'dua të ec, po ideja është se nuk e kam përjetuar ndonjëherë, kështu që për mua është okay, është realiteti. Jeta, do të thënë, kam përshtimin që jeta të jep patjetër shumë të mira, por edhe shumë sfida. Dhe në momentin që të jep sfida, një farë forme kam përshtypjen që ose të jep sfida që një farë forme të paguash të mira që të merr, ose që të testosh veten për ta ditur se a doja të dalësh me gjëra personale në jetë. Pra, ato që jeta të jep pa i dashur janë një farë forme teste për të ardhmen personale, për sfidat personale. Diskutohet se jeta është një provim i tërë. Ideja është në këtë provim ju të gjithë kanë guxim dhe kurajon, si në rastin tënd konkret, për të përballuar dhe për të menaxhuar kuriozitetin edhe të njerëzve, sepse në eksperiencat e njerëzve që kanë ndarë me mua që kanë një aftësi ndryshe, më thon shpesh që ky kuriozitet na step për të jetuar jetën, na step për të dalë nga muret e apartamentit ku ne jetojmë. E kemi shumë të vështirë që gjatë gjithë kohës ne të përballemi në përditshmërinë tonë me njerëz që kanë kuriozitete të kësaj natyre dhe për këtë arsye unë nisa të thoya pak më përpara një pyetje deri diku jo etike. Sepse kurioziteti patjetër që ekziston tek secili prej nesh, por janë disa si thuash imazhe që flasin vetë dhe nuk ka nevojë të pyesësh. Jo, ke shumë të drejtë, nga mënyra se si e mendon ke shumë të drejtë, është fiksa ajo që thua, po ideja është se mënyra se si unë kam gjetur le të them forcën ose kurajon,
Nuk e di, mbas është personale, por unë gjithmonë kam parë mbështetjen tek familja dhe tek Zoti. Jam besues, Një besimtar. jam besimtar shumë i madh. Besoj aty kam gjetur forcën, aty kam gjetur kurajin, por siç e përmenda në fillim, duke mos lënë pas familjen. Familja ime ka qenë gjithmonë aty. Dy prindërit e mi dhe motra në fakt është të martuar, po ajo gjithmonë edhe nga familja e saj gjithmonë më ka qenë. Vetëm ke Augustin? Po, në fakt vetëm me të motor kam. Unë në fakt kam pasur edhe një vëlla. Unë jam më i vogël i familjes në sakt. Motra është më e madhe se unë, është 40 e pak. Kam pasur edhe një vëlla, i ka qenë 2 vite më i vogël se motra. Edhe për shkak të aksidentit në Gjali ka ndruar jetën në 2007. Domethënë që në atë kohë kam qenë unë i vogël i familjes, djali i familjes e çdo gjë tjetër. Si e përjeton këtë lloj peshe dhe përgjegjësie që ndjen të qenurit djali i familjes për më tepër që motrën e ke larg? Në fakt është një përgjegjësi që besoj unë më saktë nuk do e quaja përgjegjësi, do e quaja thjesht detyrë, kështu që nuk do mendoja si një barë, nuk do mendoja si një detyrë për ta kryer. Dikur ndoshta mund ta kesh pentuar dhe si një lloj privilegji në thonjza për qenurit të përgodeluri i familjes, pastaj me kalimin e moshës, duke u rritur, duke bërë më të përgjegjshëm. Në fillim fare patjetër që ka pas privilegjet e saj, qenurit i vogël. Po tani ka dhe ato pra po themi privilegjet e saj të qenurit gjithmonë në shtëpi për familjen, domethënë. Prindit e mi tani më janë në moshë, të dy janë në pension dhe patjetër që ti jesh aty për ta është minimumi. Kështu që normalisht unë nuk do e quaja fare as sfidë as barë në këtë sens. Ka patur një moment që ke lexuar në sytë e tu ndoshta pjesën e dobësisë emocionale që ata kanë për të gjë gjithkohës, por mundohen që të mos ta ekspozojnë, mos ta shfaqen, ose mundohen të jenë gjithkohës bashkëpunues, ose ndonjë moment që mund të kesh lexuar fshehur e zi dorëzimin e tyre në një farë mënyrë, sepse është e vështirë praktikisht. Në fakt nuk do të quaja dorëzim, sepse ata edhe po ta kenë ndjerë, unë nuk e kam parë kur, po themi. Por do thoja që po, ka pasur raste kur ata janë ndjerë të mundur në një farë forme, por gati për të luftuar prapë. Po them një rast, kam qenë i vogël, kam qenë në fillimet e arsimit, po themi. Kur tentoja të shkoja në shkollë. Prindërit e mi kanë luftuar për 4-5 vite rresht, që nga klasa e parë, pra që ku kam qenë 6 vjeç, dhe kanë luftuar për 4-5 vite për të më gjetur në një shkollë të përshtatshme. Një godinë fizikisht të përshtatshme. Pra flasim në Tiranë. Po në Tiranë, dijes se nuk e cilësova, po lindur në Tiranë, po lindur në Tiranë dhe jo në provincat e Tiranës, la prapë kam lind. Në fakt kanë luftuar për 4-5 vite për të gjetur një shkollë të përshtatshme. Aty ku gjenden facilitetet fizikisht të përshtatshme, stafi nuk ishte mikpritës, po është familje në nevojë veçanta, po nuk kemi të kualifikuar. Ndërkohë vetëm gjë që unë kërkoja ishte një bank pa karrike, sepse po vija vetëm me karrike. Në farë mënyre, sepse do me thënë justifikimi i parë që të thonë është nuk kemi staf i trajnuar, ndërkohë që nuk po flasim për një kategori të autizmit apo të hiperaktivitetit, do flasim thjesht persona me karrike me rrota. Të njëjtë dhe të ngjashëm në formim dhe si thua potencialisht të mundshëm për të formuar më tej një lloj si ne. Pikërisht, në fakt kjo është fatkeqësi për Shqipërinë, po themi, sepse edhe ata që janë të kualifikuar automatikisht e kanë instinkt që themi, po stepem që nuk e di se si ta trajtoj këtë person. Nuk kemi shumë mendje hapur për këtë pjesë, por po kthehem pak tek historia. Në ato kohë vuajtën shumë për të gjetur shkollën e dur, duke i kthyer mbrapsht shumicën e rasteve. Në një farë kohë i pash se ishin të lodhur. 4 vite rresht për gjetur. Don 4 vite në fillimet e secilit vit shkollor. E pash se ishin shumë duke vujt, domethënë në aspektin emocional. Unë vazhdoja shkollimin në shtëpi, mami më jepte mësim me libra jashtëkollor, mami nuk është arsimtar. Po automatikisht nuk kam humbur asnjë vit, sepse mora mësimin nga shtëpia, sepse prindërit nuk janë asnjëherë arsimtar. Pastaj u bë mundur që të komunikonin me drejtorinë arsimore. U bë mundur jo sepse nuk kishim komunikuar më përpara, por në atë moment u tregua dikush i gatshëm ta dëgjonte.
u pasi problem, u gjet shkolla, se kuptohet kur do shteti bën. U gjet shkolla e dur pastaj dhe hyra në klasën e 5, 3 muajt e fundit pa mbaruar vitin shkollor, jam regjistruar në klasën e 5 dhe me ato 3 muaj i kam lënë forca, kam marrë edhe vitin e klasën e 5 domethënë, pastaj aty tutje jam vazhduar në mënyrë normale. Por në atë kohë aty ka qenë, se po i kthem pyetjes origjinale, aty ka qenë momenti që mund t'i kem parë prindërit e mi që janë, le të themi, ndier deri diku të mundur, domethënë të sfiduar tepër jashtëmase nga një sistem që nuk ishte mikpritës. Vetëm ai moment mund të rikujtoj që ka qenë i tillë, por është një luftë shumë e madhe, Agustina, e individit kur përballet me institucionin. Është sepse duket vetja shumë i vogël para tyre. Pikërisht. Shumë i vogël, shumë i pafuqishëm, shumë raste shumë edhe i diskriminuar edhe kur ndoshta jo vërtet. Të duket vetja i diskriminuar sepse e shikon që askush nuk po të dëgjon, edhe po të dëgjuan askush nuk po e veu i nzjarr, po themi, po them gjë tjetër për ty. Pra nuk po nxjerr atë çfarë ti meriton. Dhe për këtë rast, njerëzit shumicën e rasteve, për fat keq këtu në Shqipëri, pra po them, i shmangin institucionet aq sa munden. Por patjetër që shteti me institucione mbaj, kështu që janë të pashmangshme kur vjen një moment. Nuk e di pse kam këtë mendim, mbase jam edhe gabuar, kështu që je absolutisht i lirë dhe të më korrigjosh. Ka një konfuzion tek opinioni publik për kategorinë e personave me aftësi të kufizuar. Disa për tyre mendojnë që kur dalin shpesh të flasin dhe të rrëfejnë për shqetësimet, për problematikat e jetës së tyre, shpeshher i konsiderojnë edhe si viktimim, domethënë viktimizim të realiteteve të tyre. Sepse mendojnë që situata ka ndryshuar, në 2025 flasin për institucione ku ka një përshtatshmëri më të arsyeshme për këtë kategori sociale të shoqërisë. Ka të tjerë që mendojnë që nuk flasin, janë të heshtur, janë pasiv dhe janë, si të thuash, të tërhequr nga kauzat e tyre dhe nuk janë mjaftueshëm të fortë për të luftuar për të drejtat e tyre. Pra, ka një dualitet midis disa njerëzve që mendojnë që ju jeni pasiv dhe prisni që gjithkohës që institucionet dhe njerëzit, shoqatat, organizatat, jo fitimprurëse të veprojnë për ju, dhe në momenti që juve merrni përsipër të krijoni vetë organizata, pra të jeni vetë themelues ose bashkë themelues të këtyre lëvizjeve, mendojnë si përfitues dhe si abuzivis. Ti ke njohur në gjithë rrugtimin tënd të deri tanishëm njerëz që janë ndoshta edhe karike me rrota, kanë marrë përsipër të themelojnë organizata për këtë kauzë dhe shpeshherë kanë qenë deri diku përfitues të kauzës së tyre. Po tani realiteti është se kjo ka ndodhur. T'japim Çezarit çaj takon Çezarit, le të themi. Në realitet kjo ka ndodhur, patjetër që nuk do japim emra apo detaje. Jo, nuk kemi këtu për të nominuar. Por realiteti është që të gjykojmë mbi fenomenin. Një gjë e tillë fatkeqësisht ndodh. Tani, për të rikthyer pak fillimit të pyetjes që kur ne kërkojmë të drejtat tona ose kur ne kërkojmë diçka, jo diçka për te asaj çfarë na takon, mund të quhemi sikur po bijem ose po quhemi veten viktimë të situatës. Është e drejtë mënyra se si mund ta mendoni, jo ju, por në përgjithësi. Por fakti është se ne jemi viktimë të shoqërisë. Viktimë e shoqërisë, viktimë e sistemit. Nuk jemi viktimë e jetës. Në kuptimin që ne na çdo një sfidë, është sfida jonë, është personale. Është lufta juaj. Është lufta ime. Për momentin që unë kam një përballje me një realitet, qoftë i bukur, qoftë i shëmtuar për mua, ajo çfarë unë kërkoj nga ti është thjesht të trajtohem në mënyrë barabartë. Nuk po kërkoj të më ndihmosh në realitetin tim. Pra ideja është unë në rast se i drejtohem institucioneve për një gjë të caktuar, unë po i drejtohem për diçka që vërtet më takon në bazë të rregullores kombëtare, po them. Po e bëj politikë atë sem. Këto politikë. Pra ideja është se në rast se kërkojmë diçka, po kërkojmë atë çfarë na takon. Pra në momentin që ne shihemi si viktima, aty është gabimi i atyre vërejtuesve. Pra vërejtuesi që na shohin si viktima të na drejtojnë. Është e garantuar. Ose si persona që po qajnë se kanë një vështirësi. Ashtu do na drejtojnë, do na japin një pecetë dhe hajde. Nuk duhet parë kështu. Në momentin që ne dalim protest, themi, unë nuk e di se kam dalë në protest të drejtën, sepse e kam parë që
vështirë që të arrihet gjë sot me protesta. Ne po i shohim protestat në botë, ato janë ndryshe. Këtu nuk e di. Çfarë ka ndryshe ata në Angustin? Kanë ndryshe pse kanë, le të themi, persistimin. Pra, persistojnë derisa marrin diçka. Pra që timi të qartë, po flet për rebelizmin e kësaj kategorie. Bravo. Po çfarë ndodh jashtë e jo në Shqipëri? Bravo. Unë di, domethënë, duke nisur që nga protestat shumë vite më parë në New York, ku personat me aftësitë kufizuara dolën sheshit, u hollën nga karrocat, ranë në tokë, u zvarritën thjesht për treguar që unë kam një problem, më shif. Mos më jep një karrocë të thuj hajt, është okay tani hecën me karrocë. Kam një diçka, më jep atë çfarë më takon. Dhe vetëm nga ai moment e tutje, nga persistimi i atyre në New York dhe në Angli, u bë mundur të bëj konventa të drejtave me persona me kufizuar. Pra, u krijua diçka për shkak të luftës tyre. Kupton? Pra, unë nuk po them që të zvarritemi edhe nëse si me aq keq, gjyna të çap, po themi, por kemi edhe në mangësitë tona. Një mangësi që është thelbësore, që në gjithë botën nuk mund ta mendosh. Po të thuash një holandezi, kështu ndodh në Shqipëri, thotë, s'ka shans. Ne nuk shteti, po them tani, po trajtoj prapë shtetin si aktorin e keq të këtij filmi. Ne nuk na jep as pajisje të lëvizje asistuese. Pajisje minimale, se po i them në terma shkencor, karroca, me themi shqip. Karroca, qoftë manuale, qoftë me bateri për ata. Mjetimi bazik i lëvizjes. Qoftë me asistim elektrik, pra me bateri për ata që nuk lëvizin do duart. Nuk na jep shteti, nuk i kompenson shteti, nuk jep fare. Ka një kompensim caktuar, një plan buxhet vjetor që jep ca shoqatave, që për të kthyer prapë tek ajo që nisëm. Ato shoqata paguhen nga shteti me një buxhet caktuar, gjasme për shpërndarjen e këtyre karrigave me rrota. Karriget me rrota herë shpërndahen, herë nuk shpërndahen, edhe ato kur shpërndahen nga entitet privat. Pra, paguhet privati për të lënë ca karroca që nuk janë fare të përshtatura. Janë thjesht si më qenë karroca farmacie që janë vetëm për hall, sa për lëvizjen nga pika A në pikën B. Ndërkohë karroca është si kpuca, ti nuk do vesh një kpucë 55, a do pas komën 39. Pra, edhe unë për karrocën duhet diçka që të më përshtatet. Duhet diçka që të jetë personalizuar. Këtu pastaj ka shumë debat. Se kush e ka fajin, drejtim gjithash po të bëjmë nuk marrim deri nesër, domethënë. Për gjithmonë fajtori është jetim në këtë rast. Fajtori ngelet jetim, por nuk i vëm dot emrin. Jetim mund të jetë por shpinja dim. Kështu që bukur kjo. Shteti e ka. Dhe për të rikthyer pjesës së dytë pyetjes, njerëz që kanë abuzuar deri diku me kauzën e tyre? Pra si thua që kanë pasur një revolt për të nxitur një ndryshim, po e themi pak më zbutur. Por gjatë këtij ndryshimi për të provokuar kanë tenderuar disa parime të unit të tyre. Po, tani ideja është se ka pasur, siç thash, për fat keq ka pasur disa raste, por janë gjëra që secili e ka, le të themi, për veten e tij. Në momentin që ata kanë bërë diçka në emrin e, le të themi, e shoqërisë, të persona me kufizuar, të grupit shoqëror, le të themi, një farë formë ata duhet kishin bërë kontribut për gjithë secilin, në momentin që kanë marrë diçka. Ata kanë krijuar shoqata, kanë krijuar grupe, projekte të tjera, kanë marrë fonde me mirëbesim për alokimin e tyre siç duhet. Ka ndodhur që të tjerë kanë futur në xhep edhe kanë shumë pushime. Pra, është diçka që për fat keq ka ndodhur. Nuk do ishte fare mirë që të përsëritej shpesh, por realiteti është ky, ne dimë çfarë po bëhet me tenderat. Nuk është fort vështirë që të krahasojmë një tender që hyn në xhep të X grupeve personash me një person që qëllon që të jetë në karrige me rrota, por të njëjtin qef ka ai lekun. Nuk është të thënë që gjithë që janë aftësi kufizuara janë gjithë shenjtër dhe hiku. Do të jeni më gjithë. Agustin, duke qenë se ti një format i veçantë, të paktën unë marr përgjegjësinë e plot ta them këtë gjën, përderisa të njoh mirë nga afër. Dhe di si je ti. Ka një frazë, literalisht thuhet në anglisht në fakt, po unë do të mundohem që ta përshtas për gjithë audiencën shqipfolse. Të lënduarit njerëzit shpesh herë nuk është mënyra dhe metoda më mirë e komunikimit për të tërhequr dhe për të marrë gjithë energjinë e mirë të tyre. Si të ka ndodhur takimi i parë me punëdhënësin tënd? Momenti i parë që ti zgjodhe të atashosh me tregun e punës, pasi përfundove ciklin e plot të studimeve? Në fakt, unë
me tregun e punës jam hasur edhe para se të përfundoja studimet, sepse kam punuar gjatë kohës që isha në shkollë, po themi. Ka qenë një përballje, në fillim ka qenë një përballje shumë e lezetshme, lehtë, sepse kam punuar me miq, kam punuar me njerëz të njohshëm, domethënë kam punuar për ta, me saktë. Ka vazhduar, le të themi, në hapa të vegjël në fillim fare. Pastaj, se si ishte realiteti pasi përfundova studimet dhe kërkova për një punë të vërtet, 8 orarësh, si themi ne, aty pastaj ka qenë një çik, le të themi, e sikletshme. Në fillim fare pata fatin të merresha me të bëja një internship tek Vodafone. Ka ndodhur që të kanë kërkuar një kontratë pune afatgjatë? Patjetër, po, ka ndodhur. Më ka ndodhur, kanë kërkuar kontratë pune afatgjatë edhe afatgjatë me tej se ç'duhet. Që thot? Me sa di unë, tani, me ndjeni në rast se nuk e fytyrlloj dot kujtesën e kodit punës, edhe pse jam burimet njerëzore. Po kam punuar burimet njerëzore për Amerikën, kështu që nuk e di kodin e punës. Ti jap më lart. Po doja këtë pjesën e kontratës, në fakt unë e di se është 3 vite. E lejueshme me kod pune, që të jetë kontratë me afat. Mu më kanë kërkuar 5. 5 vite. 5 vite. Në këmbim të çfarë? Sepse ti po Shpirtit. po ofron kohën tënde 5 vjeçare për një kontratë. 5 vite. Çfarë përmbante ajo kontrata? Çfarë thesarësh kishte brenda? Shumë. Ti po i bësh, le të themi, njeri i besueshëm me zor për 5 vite, me kusht që mos të shkputesh para kohë, dhe në rast se me penalitet që të kthesh prapë çka ke marrë. Jo bazën, jo pa bazë, atës pra, që edhe për audiencën e vetimit të qartë, do të thotë që ato do të ofronin bonuset, rrogën e 13, pra gjithçka që kodi i punës e parashikon ata ti servirin si thesare ty. Se çfarë tani, çfarë dush ti t'japin? Thjesht rrimin e 5 vite. Okej. Dhe madje ishte një moment kur më afruan këtë gjë, thash me vete, unë s'kam pa ndonjëherë punë jetë time, më thonë inshallah s'marr bonus në fund muajit. Se i bie që do të kthej mbrapsht po u shputa. Kështu që më kanë dhënë kjo, po nuk ka qenë diçka që kam. Po jemi në Shqipëri dhe janë çuditëra shqiptareske që të ndodhen, që ti 5 vite të bllokohesh diku. Të bllokohesh edhe të bllokohesh keq madje. Unë kam parë në Shqipëri, kam punuar në kontratë që punon për një kompani, të lidhni, si themi, me ndjeni se nuk e di shqip, NDA, non-disclosure agreement, CBA shqip, që mos të tregosh çfarë ke bërë dhe të mos punosh për një punëdhënës në të njëjtën fushë. Pra është një kontratë që të kufizon për të mos punuar në të njëjtën gjë për 2 vite të ardhshme. Për shkak konkurrencës. Është vetëm për këtë gjë. Pra, unë nesër në asë leat kompani që, po themi, se e kam lënë tani, kam punuar para ca viteve me atë kompani që po mendoj. Kur e kam lënë atë kompani, unë po të kisha vazhduar në të njëjtën punë që ata bënin, diku tjetër, në një kompani tjetër. Ose po të krijoj kompaninë time. Konkurrencës, ose të krijoj të ëndën. Do kisha shumë fitime, sepse ja dija gjitha detajet. Ke marrë përvojën. Bravo. Po për shkak të kontratës, ata e kishin bërë patjetër shumë bukur planin, bukur për ta kuptuar. Që hey, në rast se ti punon për ne, në këtë gjë që bëjmë ne, për shkak të detajeve që ka puna, ti nuk do të punosh në këtë lloj fushë për 2 vite. Të shkosh në një zyrë të rëndomt pune private në Shqipëri, është shumë më lehtë ta thuash se sa ta bësh. Sepse ndodh që rasti më i fundit që unë kisha për një aplikim pune që kisha bërë, ndodh që ishte zyra në kat parë, shumë bukur, fola me ta, u thash, hey, të lutem, një detaj që është jashtë normales, a jeni me shkalla, keni ascensor tjerë, se tani nuk jam si ja u them në telefon që gjo, kam këtë kufizim, se po t'ja u them, unë ka ndodhur kjo pjesë, ja kam thënë, kam këtë kufizim, jam si të kufizuar në karrige me rrota. A është kjo problem? Pra, nëse ti këtë gjë e cilëson që në telefonatën e parë 90% të rasteve që un kam provuar, po flas për eksperiencë personale. Automatikisht jo ma mbyllin, nuk po them aq keq. Pritet biseda. Por thjesht thon, po kemi hallën se ky është një pozicion me aktivitet fizik, ndërkohë mund të jetë data entry, që thjesht gishta do lush. Jo, po është një pozicion me aktivitet fizik dhe kemi hallën se mos të ketë vështirë, kështu që më mirë do ishte t'ju kontaktojmë në moment dytë. They never call me back. Normalisht nuk ajo është në tentativë për të të marrë. Bravo, në momentin kur jemi duke dashur me caktuar intervistën, ja u them këtë pjesën. Hey, kështu. Kam këtë problem, keni shkalla. Si është ai momenti i parë kur të shikojnë? Do të thënë ti ke përcaktuar intervistën. Shumica e rasteve të drejtën, shumica e rasteve, kjo është kur ja bëj unë në influenza me hile, nuk ja u them fare çfarë problemi kam. Thjesht them ku është zyra, kështu, okay. Edhe i trajtoj si më qenë një zyrë 100% aksesueshme deri në momentin që unë shkoj aty.
duke ditë në the back of my head, si theme shqip, mbrapa kokës time e di se nuk ka përqenja aksesueshëm si vend, po prapë shkoj. Pra e merr guximin. E marr guximin, shkoj deri aty. Aty pastaj del dikush, ju them, kur zyra më ka 5, po son, domethënë ka raste më ka 6, ka 7, ka të parë ndoshta. Tek pallatet e vjetra, që janë shumicën e rasteve këtu kështu ndodh, në pallatet vjetra të kohës xhaxhit. Edhe ato janë patjetër pa ashensor, domethënë me shumë shkallë, edhe kur kanë ashensor mrena, mund ta kenë ashensorin pallatet ndoshta të reja, kanë shkallën hyrje, kanë 3-4 shkallë tek hyrja pallat. Kjo është kufizuese për mua, nuk e arrit dot. Kur ata pastaj marrin vesh që unë jam poshtë, po nuk gjitem dot, shumica e rasteve të vërtetën, për t'ju dhënë hakun si u tako, kanë dalë ato burime njerëzore, po them kushdo që ka qenë, dalin deri jashtë të më takojnë, deri jashtë zyrë që teknikisht nuk është etike, edhe më takojnë thjesht për keqardhje, po themi. U vjen keq se nuk e kanë ato kushtet. Dhe më kanë thënë shumicën e raste, më kanë thënë çfarë bëjmë, nuk kemi çfarë bëjmë, se do donim shumë të ishe pjesa jona, do donim shumë të vazhdonim intervistën e tjerë, po nuk e kanë mundësi. Tani unë t'ju them. Është një mënyrë e të thënit, si të thuash, etikisht dhe formalisht që do donim të kishim pjesë, por nëse realisht do duan të kenë pjesë personat si të kufizuar, minimalisht do mendojmë për infrastrukturën e tyre. Ideja është se nuk kanë as nevojë të mendojnë për infrastrukturën e tyre. Sepse me anë të një ligji, nuk duhet përmend VKM sepse do ngatroj, shteti ka parashikuar që çdo punëdhënës, në rast, shteti jo, se e ka bëjë. Po juni patjetër diskutohet. Ka parashikuar që çdo punëdhënës e ka mundësinë që të përshtasë ambientet e punës për një person ose për punonjës, whatever. Do të pavarësisht numrit punonjësve, për punonjës pas kufizuar, ka mundësinë të përshtasë ambientin, qoftë në hyrje, qoftë rampa, qoftë ku dëgjon dyrë të gjëra, whatever. Dhe shteti e kompenson. Pra, punonësi mundet të bëjë shpenzime X për rehabilitimin e zyrave dhe shteti ja jep atë në formë kompensimi, nuk e di. Me lek apo me taksa, nuk e di se si e kompenson, por po ka një detyrim ligjor që për çdo 25 të deklaruar të punësuar duhet të kesh patjetër minimalisht një person si të kufizuar. Dhe për shkak se ka vendosur këtë lloj kushti shteti, patjetër që ka pasur detyruar të vejë edhe kushti tjetër ose më saktë të mirën tjetër që hey, ne të kemi vënë kusht që të kesh një punonjës, po në rast se ti s'ke facilitetet ti bëjmë ne. E di çfarë më revolton në fakt o Agustin, se unë një pjesë të konsiderueshme të miqve të mi që kanë dhe korporatat dhe që e njohin dhe këtë pjesën e përgjegjësisë sociale që unë gjej rastin dhe për t'i falenderuar, sepse realisht më kanë ndihmuar dhe në një pjesë të konsiderueshme të persona me aftësi të kufizuar për t'i integruar në kompanitë e tyre, pra kanë krijuar profile punësimi të përshtatshme për secilin prej tyre. Çfarë mua më revolton është kjo, nëse ti vetë si përgjegjëse burimeve njerëzore apo ti që je themeluesi i kësaj kompanie, ndjen keqardhje kur ty të vjen një punëkërkues me aftësi, domethënë me karike me rrota praktikisht. Do të bësh intervistë dhe nuk e ofron dot këtë. Ti e ke menduar si punëdhënës që mund të të vijë momenti nesër pas nesër që ti një incident largo zot, mund të ndodhë që ti përfundon vetë në karike me rrota. Atëherë si do të aksesosh kompaninë tënde nëse ti nuk ke një ashensor, nëse ti nuk ke një ramp? Një punonjës i yti që ka 10 vite që investon në kompaninë tënde, i ndodhi kjo fatkeqësi, si mund ta aksesoj? Pra nuk janë kaq larg pamës? Nuk e di, më thënë unë personalisht kam përshtypjen edhe ti nuk do mendoja kurrë që të bëhet një ndërtesë, një zyrë të re pa bërë facilitetet minimale për aksesor. Sepse njeriu mendon në radhë të parë për veten e tij, pra mund të ndodhi ty nesër kjo gjë. Bravo, dhe ata jo domosdoshmërisht është e lindur, por mund të jetë dhe një aftësi e kufizuar e fituar gjatë jetës. More edhe sikur larg qoftë mos të ndodhë dhe mos të ngelesh komplet i paralizuar, ndoshta bën një aksident, vëll që i komë dhe duhet më ngjit në padrica. Si do ngjisesh ti 0 shkallë, 30 shkallë sa janë? Dëgjon. Pra është e vërtetë kjo që më thua. Por nuk i mendojnë kaq gjatë, nuk e di, nuk i mendojnë kaq gjatë. Për fat keq, edhe po ti mendojnë nga gjatë, mendojnë një herë thonë hajt më se s'ka gjë ose s'më ndodh mua. Kaq. Pra, kjo është problemi. Dhe për sa i përket eksperiencave të mia janë të pafundme në këtë mënyrë. Nuk po them që kam ngelur gjithmonë pa punuar, kam punuar shumicën e kohës prej shtëpie. Ke bërë remote work. Para Covidit kjo pjesë, tani në Covid këtej është bëu trend me punu nga shtëpia, po edhe para Covidit kam punuar nga shtëpia, prap shumicën e rasteve kam punuar për kompani amerikane.
Pra ata bëjnë outsourcing punës tyre dihet, për një krah pune më të lirë, dhe e kam bërë punën nga Sa ka qenë niveli pagesës? Se do këtu të jemi fol të me kurishtja numra. e shqiptarit. Tash shqiptari Po ta them sa lekë e marr. Më bëj një range. Po, range-in do të japën, por shqiptari herë mas pari më thotë, "Të çovem gjithë sa ke rrogën." Kjo është ideja që na mban Fakt e të kemi rroga. këtë gjë e kemi. E kemi. Po është e mirë, është e mirë. Na bëmë mohabet. Thënë drejtën, range i pagesave duke pas parasysh që kam punuar për punëdhënës tuaj. Po jap të dyja, edhe kur kam punuar për shqiptarët edhe kur kam punuar për ata. Japim realitetin, domethënë të vërtetën e tij. Kështu që për kur kam punuar për shqiptarët, paga maksimale, domethënë që ka shkuar ka qenë diku midis, po flas me të vjetra. Okej. 800 deri në 1 milion të vjetra. Flasim në vitet se kanë qyshuar dhe vlerë. 10 vitet në fundit, domethënë. 10 vitet e fundit. 10 vitet e fundit, pra në dekadën e fundit. Në dekadën e fundit po. Se kështu kam punuar, domethënë këto 10 vite po them jam fokusuar tek. Pra para Covidit po flasim. Domethënë në harkun kohor 2015-2020 po supozoj, domethënë ti ke qenë në këtë nivel të pagave. Bravo, po. 800 euro deri në 1000 euro. Okej, po i themi euro, mirë bëre, që ti kthejmë në euro se me thonë me lekë shqiptare ngatrohemi. Kjo ka qenë për shqiptarët, për punë në zyrë. Pastaj me remote work është rritur. Mund të ketë ka pasur raste që ka shkuar midis 1500 dhe 1700. 1500 deri në 1700 euro. Po, remote work, patjetër, nga shtëpia. Dhe ti I je paguar me këto vlera. Po, patjetër. Po, edhe për ata. Sa ka qenë kozjetja? Kozjetja jote? Një vit, 2 vite kam punuar. Sa kam dashur, domethënë sa kam parë të arsyeshëm unë. Një rast ka pasur që unë jam shkputur për shkak të atyre se humbet licencën për të bërë kontrata punë në Shqipëri, nuk e di si çanolli, humbet licencën, mund të shkputesh normalisht. Shumicën e rasteve tjera jam shkputur vetë, thjesht kam kërkuar diçka. Humbet licencën ti apo e humbën ata? Licencën ata për të bësh punuar me ata licencë kishin një tip NIP shkurt mohabeti që I lejonte të punësonin shqiptar. Patjetër me middlemen punojnë gjithë me shkuasi këtu në Shqipëri. Ka një kompani shqiptare që e bën të mundur. Ato kompania shqiptare po themi, se unë me këto shqiptarët nuk është se kisha punë, sepse punoja drejt për drejt me punëdhënësin amerikan, po këto shqiptarët nuk e di çfarë ndodhi, mbyllën nipin dhe u mbyll si punë. Iku. Pastaj pjesë të tjera, raste të tjera kam pasur që jam shkputur vetë. Jam shkputur ose kam dashur një bëzëm punë tjetër që më përshtatej më shumë atë çfarë më kërkoja, ose thjesht nuk më ka pëlqyer si punë, si ambient. Domethënë si ambient, domun shtëpi apo. Nëse bën një renditje të roleve që ti ke bërë deri më sot? Kam punuar, duke filluar nga shërbim klienti, qoftë për Vodafone në Shqipëri, qoftë edhe për kompani amerikane. Kam punuar tek menaxhimi I klientëve, portfolio manager, si I themi në Shqip. Menaxhim klientësh. Menaxhim klientësh. I klientave ekzistues. Jo shërbim, menaxhim I klientëve. Pra në momentin që ata kërkojnë një gjë, një zgjidhet një problemi, nuk është thjesht shërbim klienti, është pak më detaj. Pastaj punë tjera që mua më kanë pëlqyer më shumë të them drejtën, janë burimet njerëzore. Aty kam punuar. Po. Pëlqen sepse të duket sikur po bën diçka. Po bën diçka në çdo punë, po bën diçka më të mirë. Sepse po merr njerëz në punë, po jep zgjidhje një kërkese që dikush ka për punësim. Duke pas parasysh nga eksperiencat e mia që kam vujt për pjesën e punësimit, më duket sikur po bëj një të mirë kur marr dikon punë. Nga që e ke vuajtur vetë këtë gjë dhe besoj që është mirë, një person me karrike me rrota të bëhet HR I mirë, është goxha mirë sepse do të thotë që ti do fusësh atë frymën e duhur të politikës gjithëpërfshirëse për të gjithë punëkërkuesit. Të ngjashëm aty praktikisht, kështu që pra sa kam mundur aty në ambientin që kam pasur mundësi e kam bërë influencën time, po se sa është ndjerë me tutje se di. Më bën përshtypje në një plan vendor të Bashkisë Tiranë, në një statistikë të tetorit 2024, diku tek 24.326 individ të identifikuar me aftësi të kufizuar. Dhe kishin bërë shpallje të grandeve në 2024 për startup business. Dhe vetëm 2% për tyre ishin përfituesit. 2% përfitues apo përfitues? Nga 24.000, 2%, jo, 2% kishin aplikuar nga gjithë që ishin përfitues të skenës së grandeve. Numër shumë I vogël, në shtë drejt. Pse kjo lloj diferencë drastike, Agustin? Do thënë,
kush është ndoshta mungesë informimi, burimeve të informacionit, ndoshta pasiviteti që ka, ndoshta nuk e ndjen veten të përgatitur apo me një vetbesim për të themeluar një startup business, nuk janë të trajnuar mjaftueshëm, puna institucionale nuk ka qenë e mjaftueshme për ta promovuar dhe për ta trumpetuar që shikoni se neve përfshim dhe persona me karrige me rrota në këto skemat e granteve. Kush mund të jetë faktori kyç? Tani, janë shumë faktorë që kanë të bëjnë me këtë. Do të nisesha vetëm tek pjesa e shifrës, numri i personave me aftësi të kufizuar që cilësohet tek bashkia, po themi tek faqja e granteve për startupet, numri që është publikuar patjetër që cilëson persona me aftësi të kufizuara, që është një rang shumë i gjerë. Pra persona me aftësi të kufizuara në Shqipëri cilësohet edhe një person që ka tregisht amangut. Edhe një person që është që është tetraplegjik, që nuk lëviz vetëm kokën. Pra, janë një range shumë i gjerë. Duke thënë këtë, për të kthyer tek pjesa e personave që janë vërtet, domethënë vërtet, është fjalë keqe ta them vërtet me aftësi të kufizuar, po persona që janë me karrige me rrota ose kanë një aftësi të kufizuar fizike të dukshme ose jo. Mund të jenë persona të verbër, persona që nuk dëgjojnë, persona me vështirësi në të folur. Këto persona pastaj të hajemi pse nuk kanë bërë aplikimin dhe në rast se kanë bërë pse nuk kanë arritur të fitojnë, as kanë pas kualifikimin e duhur apo çfarë. Kjo pastaj ha debat sepse për fat keq shumica e personave që janë në kategorinë e personave me aftësi të kufizuara kanë halle të tjera përpara se të aplikojnë për të bërë biznes. Tani, do të bëj një pyetje që të skuqesh tamam fare. Pyetje rreth zemrës, Agustin. Ke ti kënë jetën tënde? Je i dashuruar? Po, në fakt, më shumë se aq jam i martuar. Patjetër që e dashuruar, që është thelbi i çdo gjëje. Jam me personin që realisht edhe po të kisha kërku, nuk do kisha gjetë aq perfekt. Dëshizot edhe fati që një farë forme gjetëm një tjetrin në momentin e duhur. Prej gati një vit e gjysmë, jemi martuar dhe jetojmë bashkë me prindërit e mi. Bashkë me prindërit e tu. Pra një, si thua, bashkëtesë tradicionale, midis brezash. Troç që kam prurë shtëpia. E ke prurë shtëpia. Çfarë të hoqi tek ajo? Do të thënë një element që ty të ka evidentuar. Do të thënë të ka tërhequr mentalisht. Përveç se shumë e bukur. Patjetër që imazhi vizuale është ajo që godet e para. Pra, ajo është ideja se po s'goditja ajo pastaj ka raste kur njerëzit zbrapsen as nuk e njohin personin. Fat keq. Por në rastin konkret desh e Zoti që arritëm të njiheshim shumë mirë. Dhe arsyeja kryesore që e ndjeva që është personi i duhur është thjeshtësia e saj dhe mënyra se si ajo përkujdesej për mua, domethënë, edhe në momentin kur unë harroja që mund të kem nevojë për diçka ose çfarë do. Pra është e fokusuar në të gjitha detajet edhe e përkushtuar plotësisht në teja. Në çdo detaj. Dhe e thash edhe një herë, edhe 50 herë po ta them, duket pak, është personi perfekt që edhe po ta kisha kërkuar s'dia do kisha gjetë. Thjesht fati, patjetër. Patjetër. Besoj se gjithë secili e ka atë fatin e vet. Mund të ndodhë 100 herë që mendon që jo e gjeta, pastaj e vërteton me kalimin e kohës që nuk ishte personi i duhur. Nuk ishte dashuri. Kjo na ka ndodhur të gjithë dhe kemi menduar një moment që ka qenë dashuri, pastaj kemi kuptuar që s'ka qenë asgjë. Dhe kur kemi takuar vërtet, flas pak nga eksperjenca personale, personin e duhur, atëherë kemi thënë prit se kjo është vërtet dashuri. Unë patjetër që jam më se i lumtur. Po vjen dhe fundi i këtij episodi. Planet e tua, dhe po vjen dhe fundi i vitit, paralelisht. Planet e tua për 2026. Është një ndër prej tyre që bëhesh dhe baba? Apo është e parakoshme si situatë për ty? Jo, domosdoshmërisht, në fakt unë nuk jam nga ata persona që se ka shumë çifte që thonë jo, do të bëj lekun derisa ti ke 20.000 euro në bankë, nuk e bëj fëmijën, ku ta çoj fëmijën. Jo, kur të vi se unë prapë si thash besoj shumë Zotin dhe kur them si ta ke shkruajtur Zoti, i themi ne, pra në momentin që është të thënë për të ardhur në jetë, patjetër që është më së miri të pritur. Nuk jam nga ata persona që i bëj me shumë plan gjëra, nuk po them se s'pa plan, por këto gjëra ja lë fatit lor.
nuk do përjashtoja si mundësi vitin tjetër, për që një më shumë. Pra është një nga objektivat e tua të qëndrueshme. Objektiv patjetër. Po, objektiv është. Por kam edhe gjëra tjera në plan, domethënë edhe pjesën e jo po karriera, jo po edhe pjesën në fakt diçka ekstra që mendoj të bëj është të bëj edhe një master tjetër për Universiteti Mesdatar? Shoh me shumë gjasa jashtë. Pra është një zgjedhje që do shkoj me shumë gjasa, po. Për te kufive. Për te kufive, me shumë gjasa, po, nuk e kam vendosur gjërat, akoma thjesht po e them si plan përderisa. Po them ja të bucket list të 2026 sa vjen. Mendoj që do ta bëj edhe këtë pjesë, kështu që besoj gjërat i kam deri diku të planifikuara, por fleksibel. Besoj që dhe uroj më saktë që të jetë vit i suksesshëm, jo vetëm për unë, për gjithë. Se tash po bëjmë si që në 29 dhjetori. Vit të marr inshallah. Agustin, për mua ka qenë vërtet një kënaqësi. E jashtëzakonshme për ftesën që të bëra, për planimin e ftesës. Për mua, sinqerisht, unë jam shumë emocionuar që po e bëj këtë podcast me persona si të kufizuar për një arsye të vetme, sepse i njoh dhe di se si janë njerëz që jetojnë ndryshe, por që rrojnë plotësisht, dhe kjo nuk diskutohet. Unë do të falenderoj shumë, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar. Jo, thjesht do të falenderoja, patjetër do të falenderoja shumë për ftesën, po falënderim veçantë do të bëja për krijimin e një, le të them, podiumi për këtë kategori. Nuk është mirë që të themi kemi ngel pa fol, pa zë, sepse mundësinë e ka gjithë secili për ta treguar veten, për të Nëse e kërkon gjithmonë. Po. Por podcasti jot, hapësira që ti ke krijuar është një shtysë dhe një mënyrë akoma më thjeshtë për të dëgjuar. Dhe më patjetër që është nisëm që të përgëzoj dhe të falenderoj personalisht. Ju falenderoj shumë përzemërsisht. Unë falenderoj shumë partnerin kryesor Universitetit Mesdatar, falenderoj Duludent Clinic, falenderoj Inconsistent Nord Technologies dhe Shtëpinë e Lodrave që e mundsojnë pjesën e podcastit dhe çdo episod tjetër në vazhdimsi. Unë juftoj në takimin e radhës me histori të tjera që na frymëzojnë një lloj me persona të kufizuar. Faleminderit.